Arpënor Muja është kthyer të lër shenjë në futbollin belg, teksa dje ka shënuar golin e dytë personal në kampionat me fanellën e Sint-Truiden, klub të cilit ju bashkuaj gjatë merkatos së verës në transfertën e vështirë përballë Gent. Muja ishte ai i cili solli barazimin e përkohshëm të ndeshjes në minutën e 59. Ai nisi një goditje këndi të shkurtër dhe pastaj mori përsipër pasimin duke depërtuar në zonë nga e majta në mënyrë perfekte për të gjetur hapësirën e goditjes që shkoi në rrjet në shtyllën e parë. Ky ishte goli i dytë i Mujës në këtë kampionat në 9 ndeshje që ka luajtur ansori i kombëtares shqiptare. Ai ishte pjesë e kuqezimëve në rrugtimin e tyre drejt Euro 2024, por nuk u ftua në fazën finale dhe është lënë në harres praktikisht nga Silvinho që pas asaj arriti historike.